Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar, por dhe një muaj sa më të mbar. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e muajit qershor sepse aty shtrihet i gjithë muaji, por dhe videot me tema të ndryshme. Dhe shohim energjinë që do na vi. Atëre, ju keni të bëni me energjinë e shenjave të tokës, energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit, por dhe të tokës, dhe energjitë shenjave të zjarit. Për gjithë ata që mund të kenë lidhje me këto shenja, por mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, në fillim të kësaj jave, ju shoh të mbyllur në lidhje me dashurinë. Ju bini pak të trishtuar dhe mendoni që keni humbur një person, ose jeni përqendruar në një lloj trishtimi dhe mendoni në lidhje me një person që e keni humbur, ose humbje në një dashurie. Në rastin tjetër mund të mendoni në lidhje me humbje në një pune, një humbje ekonomike që mund të keni pasur. Gjithsesi, shoh që do ta merrni veten shumë shpejt dhe do mendoni të bëni fillime të reja. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri dhe ju dëshironi të rrezikoni me këtë person, të merrni iniciativa dhe keni gjithçka në dorë, sepse jemi dhe te karta e magjistarit këtu, ku kemi të bëjmë edhe me gjitha energjitë e shenjave të horoskopit, por ju do filloni fillimet reja nga zerua, një njohje e re, një lidhje e re, ose në marrëdhëniet tuaja do dëshironi të jeni hapa para, dhe i keni të gjitha mundësitë për ta bërë këtë gjë. Ju shoh një fitore, një sukses që ju do harrini mbas disa pengesash që do kaloni në lidhje me një dashuri. Në lidhje me punën, shoh që do merrni disa para nga puna, por keni punuar fort, në fillim keni qenë pak të pakënaqur në lidhje me parat, por e shoh që do shtohen dhe ju do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Gjithsesi, do jetë një moment, ndoshta ditën e dytë ose të tretë, ku ju do mendoni përsëri në lidhje me humbjen, ndoshta një punë që ka qenë e papaguar mirë, ju do t'ju duket në momentin që të merrni një shumë parash, do t'ju duket humbje kohe në lidhje me atë punë. Edhe pse aty mund të keni qenë të admiruar nga shefat ose shefet tuaja. Dhe ju dëshironi të filloni nga zerua në lidhje me një punë që t'ju japi të ardhura më të mira. Ndërkohë shoh një fitore, një sukses në punë nga ana ekonomike, dhe ju edhe pse do përballeni me pengesa, ju do harrini këtë fitore dhe këtë sukses gjatë kësaj jave. Gjithsesi, është një energji fantastike. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e muajit qershor sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Ne shohim energjinë tuaj, ju shoh në dilema. Mund të jeni në dilema në lidhje me një dashuri, ose ju dëshironi të vendosni një lloj ekuilibri, por më tepër ju shoh në dilema. Disa prej jush mund të jenë midis dy personave. Shoh që nuk e di, për pjesën e beqarëve është një dashuri e re. Ju do harrini të dilni nga kjo situatë sepse shoh ju ndiheni në dilema në lidhje me një person që mund ta keni te vendi punës. Se kalojmë nga dyshi te treshi i monedhave. Është një person që ndoshta tërhiqet nga ju. Shoh një fillim të ri me këtë person dhe shoh një takim. Ndërkohë jemi te karta e magjistarit që tregon fillime të reja, por dhe realizim të një dashurie. Dhe këtu flasim për pjesën e beqarëve. Për gjithë ata që gjatë kësaj jave do kenë një njohje, por do jetë një njohje shumë e bukur, ku ju do filloni të realizoni gjërat që ju dëshironi me këtë person.
Shoh që do investoni te ky person gjatë kësaj jave nga ana emocionale, ndërsa në lidhje me marrëdhëniet, njofjet ose lidhjet që keni, ju do mundoheni të vendosni një lloj ekuilibri në marrëdhëniet tuaja. Shoh që përsëri do jeni më të konsoliduar dhe ju shoh që do keni realizime. Mund të jenë realizime të ndryshme. Varet nga çfarë ju dëshironi në lidhje me marrëdhëniet tuaja, dhe këtu flasim në lidhje me shtëpinë, me familjen, me gjithçka tjetër. Dhe ju shoh që do merrni kohën tuaj për t'i dhënë drejtim realizimeve që ju doni. Ndërkohë, ju shoh që ju do shtoni të ardhurat tuaja gjatë kësaj periudhe. Për një pjesë mund të bëjnë një punë të dytë, një pjesë tjetër mund të shtoni të ardhurat e vendi punës ku ju jeni. Por gjithsesi është një javë fantastike edhe për ju, me fillime të reja mund të jetë edhe një kontratë e re, një bashkëpunim i ri, një partneritet i ri në lidhje me pjesën tjetër ose një punë e re, ose një fillim i ri ekonomik që ju dëshironi ta bëni. Një pjesë prej ju shoh që do keni dhe mbështetje nga një person, ose mund të takoni dhe një person të dashur dhe do ndjeni shumë mirë gjatë kësaj periudhe, do ndjeni më të realizuar. Gjithsesi, edhe për ju është një javë fantastike. Ju uroj përsëri një javë të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës të shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit që janë për muajin qershor, sepse aty është përfshihet i gjithë muaji, por dhe videot me tema të ndryshme që postohen në këtë kanal. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë ju keni të bëni me energji të shenjave të ujit, shenjat e ajrit, përsëri shenja uji, dhe kemi shenjën e briciapit këtu. Gjithsesi ju shoh që ju keni pasur disa tensione që mund të jenë mbartur nga një periudhë më parshme, dhe ka ardhur momenti që ju të bëni ndryshimet e nevojshme, duke lënë mbrapa vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente. Ju shoh që ju largoheni për të marrë një drejtim më të mirë. Për pjesën e personave që janë beqar, ndoshta ju dëshironi të lini mbrapa, ndoshta situata që mund të keni pas në lidhje me njofjet, lidhjet, dhe shoh që keni të bëni edhe me një person që është pak i ftohtë ose i prerë nga natyra. Kemi një energji ajri këtu. Gjithsesi, nuk e di, dikush nga jush mund t'i ketë kthyer dhe shpinën kësaj njofje ose kësaj dashurie. Ndërsa për pjesën tjetër, ju do dëshironi të merrni një drejtim më të mirë për vete, keni marrë eksperjenca në lidhje me situata të ndryshme që keni kaluar dhe këtë javë do përdorni më tepër pjesën e logjikës në lidhje me një njofje, me një takim që do keni me një person. Në lidhje me marrëdhëniet, dhe aty mund të kenë ndodhur situata tensioni, mund të keni të bëni edhe me njerëz toksik, nuk e di, ndoshta mund të jenë persona të jashtëm, mund të jenë persona të familjes, por gjithsesi ju do largoheni, sepse ju do filloni të ndryshoni gjithçka në marrëdhëniet tuaja, për t'i çuar, për t'i dhënë një drejtim më të mirë. Dhe do merrni vendime të rëndësishme, duke përdorur shumë fort pjesën e logjikës, dhe ndërkohë ju shoh më të konsoliduar, edhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Ndërsa në lidhje me punën dhe nga ana ekonomike, dhe aty do keni ndryshime të mëdha. Ju do lini mbrapa gjithë situatat e vështira që keni kaluar, sepse keni marrë ato mësimet në lidhje me situatat që mund të keni kaluar, dhe do merrni një drejtim tjetër, por do jetë një drejtim më i mirë për veten tuaj. Disa prej jush mund të kenë të bëjnë edhe me institucionet shtetërore, me zyra ose diçka tjetër, ju mund të shkoni në një zyrë për të zgjidhur një situatë, një diçka, flasim në lidhje me punën tuaj, ose dhe situata ekonomike, dhe shoh aty ju shoh që ju do keni mbështetje nga një person dashamirës. Gjithsesi, është një javë mirë edhe për shenjën tuaj.
Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë, por dhe një muaj sa më të mbarë. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor sepse aty përfshihet i gjithë muaji, por dhe videot me tema për dashurim, por dhe tema të ndryshme. Ju shoh që nuk e di në lidhje me personat që janë beqar ose edhe ata që janë në njohje në lidhje ose në marrëdhënie, shoh që ju do jeni pak të mbyllur në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ju shoh që keni marrë eksperjenca dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës gjatë ditëve të para, por më mbrapa gati fundit të javës ju shoh që ju do ndjeni shumë të dashuruar. Dhe do t'i çoni gjërat para. Edhe pse ju mundoheni që të jeni më të ftohtë pak, por ju do përsëri ju shoh që një zjarr do ndizet tek ju në lidhje me njohjet që do keni, lidhjet sepse shoh një dashuri të madhe këtu, ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë për jush mund të keni edhe ndoshta romanca ose diçka tjetër në lidhje me një person ku do ndjejnë shumë pasion, dhe ju shoh që me këtë person do të jepni një drejtim të mirë. Ndërkohë, mund ta mbani sekret një njohje, lidhje ose nuk e di çka keni, dhe keni ngecur në mendime negative në lidhje me një sekret, me një të fshehtë. Mund të jetë diçka që ju mund ta zbuloni në lidhje me një person, mund të jetë që ju këtë lidhje do ta mbani sekrete, sepse është një dashuri shoh shumë e fortë dhe ju dëshironi ta çoni para. Edhe pse dukeni të mbyllur në fillim të javës, në fund të javës ju do jeni me shumë pasion. Ju shoh, por thjesht duhet dilni nga mendimet negative këtu, sepse ju shoh që keni ngecur në mendime negative në lidhje me një situatë, me një të fshehtë, me një sekret ose diçka tjetër. Ndërsa në lidhje me marrëdhëniet, dhe aty shoh që ju do merrni disa para gjatë kësaj periudhe, do mendoni të hiqni disa kursime ose ju do jeni edhe duke investuar diku, ndoshta do keni diskutime, por këto investime mund të jenë në grupe njerëzish, në bashkëpunime të ndryshme, ose në lidhje me karrierën, me partneritete që mund të keni, sepse shoh që ka dhe partneritete. Disa prej jush mund të keni të bëni me institucione shtetërore dhe ju duhet që të jepni disa para gjatë kësaj periudhe. Një person dashamirës do t'ju ndihmoj dhe ju do t'jepni një drejtim më të mirë situatave që mund të keni në lidhje me shtetin, me zyrat ose situata të ndryshme. Gjithsesi, ju shoh që sigur dëshironi të mbani sekret një situatë, nuk e di në lidhje me çfarë është kjo, por është një situatë që ju keni ngecur, mendoni negativisht, por faktikisht nuk ka asnjë gjë nga këto që mendoni ju, sepse unë rrugën e shoh të hapur këtu. Në lidhje me mendimet që ju keni, është thjesht në mendjen tuaj, ndoshta në lidhje me marrëdhëniet, një situatë në lidhje me punën, nga ana ekonomike, ose edhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Gjithsesi, është një javë shumë e mirë edhe për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor për gjitha shenjat e horoskopit, por dhe videot me tema të ndryshme që postohen në këtë kanal. Dhe do shohim energjinë në lidhje me ju. Atëherë, ju keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, përsëri të tokës, të zjarit dhe të tokës. Do jeni, si duket, më me këm në tokë gjatë kësaj jave.
Ju shoh në fillime të reja, ju do merrni iniciativa për të filluar për të hyrë në një njohje të re, një fillim i ri ekonomik, ose një punë e re, ose partneritete të ndryshme që ju dëshironi t'i bëni gjatë kësaj periudhe. Ju dëshironi të vendosni një lloj ekuilibri në situata të ndryshme. Por një pjesë prej jush do ndiheni në dilema në lidhje me një fillim të ri, sepse ju shoh që nuk e di, një pjesë prej jush që mund të ju mungon një person, ju mungon një dashuri, por ju do harrini të merrni dhe të jepni me këtë person, ndoshta të shkëmbeni mesazhe ose diçka tjetër. Dhe ju shoh që jeni në pritje të këtij personi, dëshironi një takim dhe do ta keni këtë takim. Dhe ju shoh që do jeni dhe duke e festuar. Por ndërkohë shoh që dy personat kapur dorë për dore dhe rruga edhe pse është me shumë kthesa kjo rrugë, por sikur ju dëshironi ta bëni së bashku rrugën me këtë person, në lidhje me këtë fillim të ri që ju do keni. Ju shoh që do ndiheni një stabilitet emocional, ose ju do ta stabilizoni këtë njohje, lidhjet ose edhe marrëdhëniet tuaja. Por ndërkohë do bashkëpunoni në lidhje me këtë person. Ndërsa në lidhje me marrëdhëniet në çift, ju shoh që ju dëshironi, ndoshta jeni duke diskutuar në lidhje me një shtëpi, blerje një shtëpi, një zhvendosje, një investim te fëmijët tuaj, ose mund të bëni investime në shtëpinë tuaj. Dhe jeni duke e menduar këtë, ndoshta keni dhe dy opsione gjatë kësaj periudhe. Dhe ju shoh që nuk e di, mund t'ju mungoj dhe një shumë parash, por e shoh që do t'i merrni edhe do t'i jepni. Dhe kjo ka lidhje përsëri me shtëpinë këtu. Nuk e di kush nga ju e gjen veten këtu, por shoh një stabilitet. Ju do harrini të stabilizoni, ndoshta të stabilizoni me një blerje shtëpie, blerje makine, do ndiheni më mirë, do ta festoni. Në rastin tjetër mund të investoni në shtëpinë tuaj dhe kjo do t'ju gëzoj dhe do ndiheni, ndoshta dhe do ta festoni dhe këtë gjë, ose mund të keni dhe një fest në familje. Ndërsa në rastin tjetër mund të keni blerje online, mund të investoni te fëmijët tuaj, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Gjithsesi, është një javë fantastike edhe në lidhje me shenjën tuaj. Ka lidhje shumë me parat kjo javë për ju, ose fillimet e reja në projekte, në bashkëpunime, kontrata të ndryshme, ose edhe në lidhje me hapjen e aktiviteteve të ndryshme që ju doni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, por edhe me tema të ndryshme, me tema për dashurinë, por edhe temat e tjera që postohen në këtë kanal. Ne shohim energjinë që do na vinë në lidhje me ju. Për shenjën tuaj, ju shoh që keni të bëni me energji të shenjave të tokës, të ajrit, shumë fort. Dhe ose mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, shoh që jeni ndier pak të pakënaqur në lidhje me disa para, ose ju ndiheni të pakënaqur te vendi punës, dëshironi të shtoni të ardhurat tuaja në një rast. Në rastin tjetër, për gjithë ata që dëshirojnë të jenë në një njohje ose janë në njohje në lidhje, ju shoh që keni investuar shumë në njohje dhe lidhjet tuaja, por keni marrë shumë pak. Por gjithsesi ju do jeni përsëri duke investuar këtu, sepse ju shoh që ju ndoshta mendoni shumë edhe në lidhje me anën ekonomike, ju shoh këtu, por ndërkohë disa prej jush mund të keni të bëni me institucionet shtetërore, ose një pjesë prej jush mund të keni të bëni edhe me një shenjë ajri që është një shenjë pak e ftohtë nga natyra, dhe ju do dëshironi të mbroni veten tuaj në lidhje me këtë person. Dhe tu flasim për të gjithë ata që mund ta gjejnë veten që janë në njohje ose në lidhje. Dhe përsëri ju shoh këtu që do keni diskutime në lidhje me këtë person. Shoh që doni të mbroni zemrën tuaj.
Ndërsa për një pjesë tjetër, në lidhje me punën, ju do shtoni të ardhurat tuaja, ju shoh që punoni shumë fort gjatë kësaj jave, jeni duke menduar shumë fort për anën ekonomike, dëshironi të bëni fillime të reja, por ju shoh pak konfuz. Dhe ju shoh që ju do futeni në diskutime në lidhje me disa para. Këtë mund ta merrni edhe në lidhje me punën, nga ana ekonomike, një pjesë tjetër mund të keni të bëni me institucionet shtetërore, ku ju ndoshta me pjesën e dokumentave ose edhe me situata të ndryshme që mund të keni, dhe ju shoh që do keni një fillim të ri diskutimesh. Por këtë mund ta merrni në lidhje me partneritetet, me bashkëpunimet, me kontrata të ndryshme që mund të keni gjatë kësaj jave. Gjithsesi, kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot me tema të ndryshme, dhe ftoj të gjithë dëgjuesit ose ndjekësit e këtij kanali që nuk kanë bërë abonimin e tyre akoma në këtë kanal, të shtypin subscribe. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në videot e radhës.